A e di pse Allahu betohet në kohën? Po sikur çdo minutë të ishte një thesar, apo e humbasim kohën tonë? والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Pasha kohën, me të vërtet, njeriu është në humbje të sigurt. Përveç atyre që besuan, bën vepra të mira, këshilluan njëri tjetrin për të vërtetën dhe këshilluan njëri tjetrin për durim. 4 cilësitë e fituesve: besimi në Allahun, vepra të mira, këshillimi për të vërtetën dhe këshillimi në durim. Mos e humb kohën, bëu nga fituesit.